E para, tashi zoti Musli, po I tham ju, Mulla Osmani, si që themi në ndrinas, le të mësohet me kritike, le të mësohet se do të ketë edhe zërat e cilet. Realisht ai ka qenë I përgatitur besoj për këtë. Ata që nuk unë një personalisht, edhe madje unë e kam çmu dhe respektu sepse një hoxh që ka një publik po e quj, pra një mas njerëzve me cilët flet, së mos të premteve, unë e di që nuk ka fol vetëm për botën tjetër që na pret, po ka fol shumë edhe për proceset to. Pra është I vetmi hoxh ose ndër hoxhallarët ndoshta pak që ka Kosova që ka fol për proceset. Ka trajtu tema politike, po dhe ndrejna, po ka fol në njërë të vazhdueshme. Në kuptim pozitiv. Tashi, mu më kanë pëlqy, sepse ka qenë një lloj kritiku I qeverisjeve atje, për gjithë shka ka ngritë zeren, heq sikur një qytetar, plus ka pas, thjesht unë për vete e kam çmu, sepse fundja fundit, nëse një aktor po bajka me hyn listë, pse s'po bajka një hoxh me hyn listë. Kur dim që realisht edhe ai ka një pjesë të masës me të cilën ai ka komunikim të vazhdueshëm. Është më tepër një hoxh si profili I Mulla Osmanit që ka një patjetër.